Policia ka dhënë detaje në lidhje me shoqërimin e kreut të ballit kombëtar Adriatik Alimadhi në një lokal në rrugën e Dibrës. Sipas bluve, ndaj Adriatik Alimadhit ka nisur procedimi penal për veprën kundërshtimi punonjësve të rendit publik, pasi ka refuzuar të zbatojë urdhrat e punonjësve të policisë. Pasi informoi se kreu i ballit kombëtar ka kundërshtuar verbalisht dhe fizikisht, si dhe ka tentuar të largohet nga ambienti, pavarësisht kërkesës për të qëndruar në vendin ku ndodhej deri në përfundim të procedurës. Blut raportojnë se kontrolli është ushtruar nga shërbimet e policisë në lokal pas informacioneve të marra se në ambientet ushtrohej veprimtari e palishme e lojrave të fatit dhe e basteve sportive. Ndërkohë, lidhur me këtë rast nuk kanë munguar reagimet nga radhët e opozitës, ku sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike Flamur Noka ka ndarë në rrjetet sociale pamje ku shihet kreu i ballit kombëtar Adriatik Alimadhi, i cili merret nga policia e shtetit. Noka shkruan se ngjarja ka ndodhur në kafenen e vëllait të Alimadhit, ndërsa pretendon se ai ka kërkuar arsyeën e hyrjes në ambientin privat pa mandat. Skandal policor, dhunë dhe rrëmbim live. Personi që shihni në video që tërhiqet forcërisht nga policia e shtetit është Adriatik Alimadhi, kryetari i ballit kombëtar. Ai ndodhej në kafenen e vëllait të tij ku kërkoi të mësonte nga policia arsyeën e hyrjes të dhunshme dhe kërcënueshëm në një ambient privat e mbi të gjitha pa mandat kontrolli, shkruan Noka në postimin e tij në rrjetet sociale. Në lidhje me këtë rast, ka reaguar dhe Drejtoria Rajonale e Agjencisë së Mbikëqyrjes Policore në Tiranë, e cila thekson se ka nisur veprimet verifikuese, bazuar në pamjet filmike të publikuara në rrjetet sociale dhe pretendimet e paraqitura nga shtetasi në fjalë.